لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet e na dërguin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, fillojmë me shpjegimin e jetës së njeriut më të mirë, njeriut më të zgjedhur, njeriut më të dashur tek Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është ai për të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala tha në Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Që do të thotë, ju e keni shembullin më të mirë të dërguar nga Allahut, normalisht për atë i cili e beson bindshëm Allahun dhe shpreson takimin me Allahun në botën tjetër. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli dhe modeli dhe udhërrëfyesi i pazëvendësueshëm të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala na ela që ne ta pasojmë atë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Që do të thotë, dhe Zoti yt është ai i cili krijon çfarë të doj dhe përzgjedh këtë doj. Allahu subhanahu wa ta'ala kur i krijoi njerëzit i zgjodhi pejgamberët dhe tek pejgamberët Allahu Azza wa Jall i zgjodhi vetëm disa prej tyre të përmend në librin e tij në Kur'an, dhe në mesin e këtyre që i përmendi në Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala 5 pejgamber i emërtoi si pejgambert ulul azmi, që do të thotë pejgamberët vullnet fort. Dhe në mesin e këtyre 5 pejgamberve Allahu Azza wa Jall i zgjodhi 2 pejgamber. Pra zgjodhi Ibrahimin dhe Muhammedin alayhimussalam, dhe në mesin e këtyre 2-ve Allahu subhanahu wa ta'ala e zgjodhi apo e përzgjodhi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është krijesa më e dashur dhe më e zgjedhur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Është nder, vëllezër të nderuar, kur ne flasim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është privilegj dhe nderim kur flasim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ne e përmendum pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tok, Allahu subhanahu wa ta'ala na përmend në qiell. Dhe ka shku një sahabi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, ka thonë i dërguar Allahut, meta sa'a, kur është kiameti, kur do të ndodh kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ma a'tadta laha", çfarë ke përgatitur për atë ditë? Tha: "Nuk është që kam përgatitur shumë, mirë po ne dua Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha këtij sahabijut:
El mar'u ma'a man ahab. A njeriu do jetë me ata që i don. Pra kur ne dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ne jetojna me jetën e tij dhe biografinë e tij, dhe morëm shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne jemi në rrugtimin e asaj që më na dashur Allahu subhanahu wa taala, dhe në të njëjtën kohë me oringjall zbashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu na mundsoft. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thua jo o Muhammed atyre, pra muslimanëve dhe njerëzve, nëse pretendoni që e doni Allahun, atëherë pasomni mua. Yuhibbukum Allah, do ju don Allahu juve. Pra me dashnin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me pasimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne arrim dashninë e Allahut ndaj neve, dashninë e Allahut ndaj neve muslimanëve dhe besimtarëve që e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si mos ta dojnë vëllezër të nderuar këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam, dhe si mos ta mësojnë jetën e tina dhe biografinë e tina, kur dihet se Allahu subhanahu wa ta'ala ka lënë shembull dhe përveç kësaj edhe gjërat e ngurta ka ardhur në transmetime se e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A nuk është transmetuar hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo xumë ligjërante mbi një trung, dhe kur janë ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbe, dhe pastaj në xumën e ashëm u vendos në hutbe dhe praktisi trungun, atëherë filloi të shante nga mërzia që është nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbret dhe e përgledh këtë trung, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur mos ta kisha përgdhelur, do të shante dhe rënkante deri në ditën e gjykimit. Hasan el-Basri rahimahullah, kur e lexonte këtë hadith shante dhe thashte, shikoni, gjatë ngurtë ka ndosh pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ne është edhe më parsore ta dojna dhe të përmallohemi për të, dhe ta mësojmë jetën dhe historinë e tij dhe të punojna duke pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu nuk ka mundësi, siç ka në hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me u arrit embelësia e imanit përveç se duke kanë Allahu dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam më i dashur në zemrat tona se sa çdo kush tjetër. Pra s'ka mundësi me arrit embelësinë e imanit përveç se me këtë. Prandaj vëllezër të nderuar, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, el-wiladatu naw'ani, thot lindja është dy lloje. Thot hadhihi ma'rufe, kjo që gjithën e njohëm, se jem prej filan prindërve, dhe lindja thot e dytë, me të cilën lind njeriu duke dal prej errësirës në dritë, prej bidatit në synet, prej devijimit në udhëzim, prej territ në ndryshim, dhe prej shirkut në islam, prej kufrit në iman, dhe prej xhenemit me thonë xhenet. E me këtë lindje, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po mos ta dërgonte Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne do ishim në shirk, do ishim në kufër, do ishim në xhenem, Allahu na ruaj, do ishim në bidate, do adhuronim ndoshta gurin, drunin, ose lopën që adhurojnë 700 milion hindus, ose budën atje në Kinë, ose statujat të ndryshme. Mirë po me dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na nxorri për errësira, për në dritën e tauhidit, në dritën e imanit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me këtë lloj lindje, dhe kjo është lindja e shpirtit, vëllezër të nderuar, dhe lindja e zemrës, dhe shpëtimi këtyre dyja, dhe dalja në selamet dhe në dritë. Prandaj me këtë ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Po mos ta dërgon të Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne nuk do ta njenim Allahun azza wa jall. E as nuk do të dinim për Kur'anin, e as nuk do të dinim për xhenetin, e as nuk do friksohemi nga xhehenemi, nga se nuk do i njohim fare. Mirë po me ardhen e këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne mësuam të gjitha këtu, e mësuam edhe çka është namazi, edhe mësuam derën e xhamisë, dhe mësuam kohët e namazit nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër të nderuar, është mëse e nevojshme muslimant me ju kthye biografisë dhe jetës së këtij njeriu, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ta mësojnë dhe ta marrin shembull, tamam si sa Allahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, shembullin më të mirë e keni të dërguar në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lavdruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mendjen e tij kur ka thonë: ma dalla sahibukum wa ma ghawa, shoku juaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka humbur dhe as nuk ka devijuar. Gjithashtu Allahu azza wa jall e ka lavdruar në besnikrinë e tij kur tha: ma yantiqu anil hawa, ai Muhammedi nuk flet prej hevas, nuk flet prej egos dhe dëshirave të veta. In huwa illa wahyin yuha, mirë po aja që e flet shpallje, që i shpallet prej Allahut, prej krijuesit të njeriut dhe krijuesit të gjithësisë dhe krijuesit të çdo gjëje. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lavdruar në shikimin e tij kur tha: ma zagha al-basar wa ma ghawa, dhe shikimi i tina i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka devijuar dhe as nuk është lakuar. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lavdruar në zemrën e tij pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur tha: ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, dhe zemra e tij nuk e përgjenithroi ato që ka pa, pra në natën e Isra dhe Mirajit. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lavdruar në gjoksin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kur tha: alam nashrah laka sadrak, a nuk ta zgjeruam, a nuk ta hapëm ty gjoksin tënd sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu Allahu azza wa jalla ka lavdruar në famën e tij kur tha: wa rafa'na laka dhikrak, dhe kena ngrit lart famën tënde. Pra nuk përmendet Allahu vetë së bashku me te, përmendet edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili do me hi në Islam çka thot? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Pra përmendet dëshmia e parë, njësimi i Allahut, dhe dëshmia e dytë se e pranon Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për të dërguar. A nuk thuajnë në ezan në secilin vakt: ashhadu an la ilaha illa Allah, dhe mas kësaj na themi: ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Pra ashtu që dëshmojnë se Allah është një dhe i vetëm në adhurim, dëshmojnë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu Allahu azza wa jalla ka lavdruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pastërtinë e tij kur tha: wa wada'na anka wizrak, dhe kena hes prej teje barrën e cila të rëndonte. Dhe gjithashtu Allahu azza wa jalla ka lavdruar në butësinë e tij kur tha: bil mu'minina raufur rahim, dhe për besimtarët është i butë dhe është i mëshirshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ka lavdruar Allahu azza wa jalla në diturinë e tij kur tha: allamahu shadidul quwa, atë Muhammedin e ka mësuar fuqiforti që është për qëllim Gjibrili alaihi salam. Pra Gjibrili ka qenë mësuesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e Gjibrilin e ka mësuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu Allahu azza wa jall e ka lavdruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në moralin e tij dhe karakterin e tij kur tha: wa innaka la ala khuluqin azim, dhe me të vërtetë Muhammed je në një gradë të lartë të moralit. Prandaj këtë pejgamber Allahu subhanahu wa ta'ala la shembull, e la se të pasohet. Dhe ky pejgamber, vëllezër të nderuar, ka pozitë madhe shumë te Allahu subhanahu wa ta'ala.
ka pozit madhe dhe madhështore të krijuesi i kësaj gjallësie dhe Zoti i botrave, Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu dhe melaqet e tij çojnë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja eyyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dhe pasi Allahu azza wa jalla tregon për pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qiell. Pra se si Allahu azza wa jall e lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në qiell, se si melaqet e përmendin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në qiell, atëherë Allahu subhanahu wa taala tha: ja ayyuhalladhina amanu sallu alaihi, o ju besimtar, çani salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo në mënyrë që salavati i Allahut dhe salavati i melaqeve dhe salavati i besimtarve, pra të bashkohet bota e lartë, bota qiellore me botën toksore, dhe të bashkohet salavati për këtë njeri, pra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i vetmi ajet vëllezër të nderuar që ka ardhur, ja eyyuhalladhina amanu, o ju që besuat, apo ju besimtar, ka ardhur midis ajetit. Gjithherë o ju besimtar vjen fillim të ajetit, këtu ka ardhur midis. Pse? Me tregu se ky pejgamber duhet të jetë në zemrat tuaja. Ky pejgamber duhet të jetë më i dashur për juve se sa çdo kush tjetër në këtë tokë. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka thonë për këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam: wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dhe ndiqeni ata, pasojeni ata në mënyrë që të jeni të udhëzuar. Nuk ka mundësi njeriu me qenë i udhëzuar nëse nuk e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: wa man yuti'i Allaha war rasula, kush do të respekton Allahun, i bindet Allahut dhe pejgamberit, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim, ata do jenë me ata që Allah i ka begatuar me të mira, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, prej pejgamberëve të sinqertëve, shahidave dhe njerëzve të mirë, wa hasuna ulaika rafiqa, asa shoqëria mirë janë ata. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala po tregon në këtë ajet se ai që i bindet Allahut dhe pejgamberit alayhisalam do jetë me këtë shoqëri që Allahu subhanahu wa ta'ala e çon shoqëria më e mirë. Pra do jenë firdaus, do jenë në xhenet e përgjithmonë me pejgamberët dhe njerëzit më të mirë dhe më të zgjedhur dhe më të dashur që kanë ecën fytyrën e kësaj tokës. Prandaj në mesin e tyre që hin në xhenet është ai i cili ka respektuar dhe u ka bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala për kujta kur Allahu subhanahu wa ta'ala ka marrë besatimin, pra bes ka marrë Allahu subhanahu wa ta'ala prej kujna, thot prej pejgamberve, prej pejgamberve të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala ju kishte zbrit liber, ju kishte dhënë dije dhe urtësi, dhe kishte thonë Allahu subhanahu wa ta'ala se cilit pejgamber që kishte dërguar, nëse dërgohet Muhamedi duke qenë ju gjallë, a do e besoni? Të gjithë pejgamberët kanë thonë kena me besu dhe kena me ndihmu këtë pejgamber. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala tha: qale shhedu, tha dëshmoni, e dëshmun pejgamberët, e kanë dëshmu dhe melaqet, dhe e ka dëshmu dhe Allahu kur tha: wa ana ma'akum min ash-shahidin, dhe unë jam zbashku me juve dëshmitar. Pra e ka marrë besen prej gjithë pejgamberëve, se nëse dërgohet Muhamedi alayhi salam kanë me besue, dhe kanë me ndihmu dhe kanë me pasu. Pra kjo nuk kanë ndodhur me asnjë pejgamber tjetër jashtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar se prej mirësive të tij është që ka dërguar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: kama arsalna fikum rasulan minkum. Thot
Kështu për ta plotësuar mirësinë time ndaj jush, kemi nxjerr pejgamber për jush, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe detyra e këtij pejgamberit është yatlu aleikum ayatina, i cili ja u lexon juve ajetet tona, ajetet e Allahut azza wa jall. Wa yuzakkikum, dhe i cili ju pastron juve, wa yuallimukumul kitaba wal hikma, dhe i cili ja mëson juve librin, Kur'anin dhe hikmetin, urtësinë. Mas këtij ajeti Allahu azza wa jall ka thënë fadhkuruni adhkurkum, me kujtani ju mu, me përmeni ju mu, ju përmeni juve, washkuruli wala takfurun, dhe me falënderani dhe mos më mohani. Sikur Allahu azza wa jall po do më na thonë se e kum nxjerr këtë pejgamber nga mesi juaj, në mënyrë që ju të më falënderoni mu. Kur u dërgova juve këtë pejgamber, për të cilin baba juve, Ibrahimi alayhis salam, është lut dhe ka bë dua, pas e ka ndërtu xhamin më të mirë në tokë Çabën, i kanë ngrit durrë zbashku me Ismailin alayhis salam, dhe janë lut Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, o Zoti ynë dërgo pejgamber nga mesi tyre, yatlu alehim ayatik, i cili ju mëson atyre ajetet tua, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe i cili ju mëson atyre Kur'anin, librin, edhe hikmetin, urtësinë, wa yuzakkihim, dhe i pastron ata. Pra shikoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë është edhe përgjigjja e lutjes së Ibrahimit alayhis salam. Prandaj sikur është ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me eri për tri fejnë me të cilën është dërgu Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam, i cili është gjunë e zjarë dhe ka shpëtuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai për të cilin Allah azza wa jall ka thonë në Kur'an: La tërfa'u, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu, la tërfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, mos e ngritni zanin mbi zanën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ne nuk të dërguam ndryshe ty o Muhammed përveç se rahmet, përveç se mëshirë për gjitha botrat. Prandaj të parët unë të mirë selefu salih, Allah në bëhë për pasuzve tyne, i kanë kushtu shumë rëndësi mësimit të sirës, jetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e kanë ruajtur atë një ashtu si që kanë ruajtur surët e Kur'anit, apo një ashtu si që kanë mësuar surët e Kur'anit. Sot njerëzimi, vëllezër të nderuar, vuan për një model, vuan për një shembull, vuan për një shembull, dhe shembulli më i mirë është ky njeri, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të cilin jemi duke folur. Prandaj vëllezër të nderuar, njerëzit ka mundësi të veçohen ose të avancojnë në fusha të ndryshme. Mirë po, nuk ka mundësi me arrit dikush që ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u veçue. Qoftë në ibadet ka qenë shembull, qoftë në trimërinë e tij ka qenë shembull, qoftë në bujarinë e tij ka qenë shembull, qoftë në butësinë e tij ka qenë shembull, qoftë në urtësitë e tij ka qenë shembull, qoftë në mençurinë e tij ka qenë shembull, qoftë në modestinë e tij dhe asketizmin e tij ka qenë shembull. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembull i lënë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili duhet të pasohet dhe të ndiqet, dhe çdo kush kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jo me kthy pejgamberin alayhis salam te dikushit tjetër. Jo, çdo kush vendoset te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: Wa innaka la'ala khuluqin azim, dhe me të vërtetë Muhammed je në një gradë të lartë e moralit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është betuar në jetën e askujt jashtë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë: la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, pasha jetën tënde o Muhammed, me të vërtetë ata janë në një dehje duke u dalldisur. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala thot Ibn Abbas radiallahu anhuma, thot nuk është betu në jetën e askujt
pas në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo për shkak pozitës së madhe që ka tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala nuk ka me i gjyku njerëzit dhe nuk ka me i marrë në llogarin ditën e gjykimit, përveç se kur ndërmjetëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë pejgamberët në ditën e gjykimit kanë mu tërhiq, kanë me shku njerëzit tek Ademi alayhi salam dhe kanë me i thonë ti je baba jon, ty Allah të ka kriju me dorën e ti, ty Allah ti ka nështru me laçet në sejdë dhe me të ty, pastaj Allahu subhanahu wa taala të ka vendos në xhenetin e tij, atëherë ndërmjetësa tek Allahu që me në nxjerr prej këtij vendi dhe me fillu gjykimi dhe tërhiqet Ademi alayhi salam dhe i drejton tek Nuhu, pastaj shkojnë tek Nuhu alayhi salam, edhe përmend Nuhu alayhi salam një arsye, pastaj shkojnë tek Ibrahimi, pastaj tek Musa, pastaj tek Isa alayhi salam dhe pastaj deri sa i drejton Isa alayhi salam te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është në sejdë duke çajtur, dhe pastaj pejgamberi alayhi salam thot ja Rab ummeti ummeti, o Zotim ummetim ummetim. O pejgamberi alayhi salam nuk thot nefsi nefsi, vetja ime vetja ime, mirë po thot ummeti im, ai ka çajt dhe mërzitet për ummetin e tina. Prandaj është turp vëllezër të nderuar, mos ta dim jetën e tina dhe mos ta mësojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai për të cilin nuk ka mundësi me hi askush në xhenet, përveç se duke u renditur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i hapet askujt xheneti përveç se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të parit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit thot unë ju pres juve tek haudi. Haudi është një burim, një krua prej burimeve të xhenetit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar se gjërësia e tij është sa një muaj. Pastaj gotat e tij janë sikur se yjet në qiell. Pastaj barësia e këtij ujit është sikur se me i barë se sa qumshti. Dhe aja ëmbëlsia apo shija e tij është me ëmbël se sa mjalta. Dhe cilësia e tij apo vetit e tij janë se ai i cili pin për jetë mo nuk etet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që unë ju pres umetin tim këtu. Ai i cili pin prej dorës së tij sallallahu alaihi wasallam kur mo nuk etet. Dhe ajo është xhenetli Allahu azza wa jalla na mësuft. Dhe nuk ka mundësi njeriu me shpëtu as në dynjë dhe as në ahiret, në botën tjetër, përveç se nëse e ndjek rrugën, metodologjinë me të cilën ka ardhur ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai i cili kundërshton rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e pason, atëherë pejgamberi son ka me thonë te ky burim, suhkan, larg me e qofshin këta, larg me e qofshin këta. Cili prej nesh ka qef me i thonë, në ditën kur mas shumë ti ki nevojë me të orë ndihma, me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, larg me e qof ky person. Për shkak se nuk është ndjek rruga e tij, e si ka mundësi me njoft ose me ndjek rrugën e tij, vëllezër të nderuar, nëse ne nuk e njohëm jetën e këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga këtu është rëndësia e madhe për ta mësuar jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i vetmi njeri prej gjitha krijesave që Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedh për njerëzve që me i kalue qiejt duke qenë gjallë. O s'kja s'ka ndodhur me asnjë pejgamber jashtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në natën e Isras dhe Mirajit merret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me burakun, me të cilin i printe Gjibrili alayhis salam dhe i kalojnë sferat qiellore. Derisa kur trokasin portat e qiellit parë, atëherë pyetsin melekët se kush është Gjibrili. Thot kush është me ty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thonë melekët, a është dërguar me shpallje? Thot Gjibrili po. Pra Muhamedi alayhis salam kanë thotë dietar, është i njohur tek melekët në qiell. Dhe jenë hap portat e qiellit për të. Dhe i ka kaluar 7 qiell. Derisa kur ka mrije mbi 7 kaçi, atëherë Gjibrili alayhi salatu wassalam
I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Lau taqaddamtu khutwa lihtaraqtu", sikur ta hedh unë edhe vetëm një hap, atëherë unë do të digjem, ndërsa ti je udhëruar me kalu edhe me tej. Pra shku në një vend që e ka nderuar Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka nderuar as melaçe dhe as krijesa tjera jashtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk krahasohet siç ka bërë autori i librit 100 njerëz me mendikim në histori, ku të parin e ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj ka pru personalitete tjera duke fol në të për Budën, ose Isaac Newtonin, ose Albert Einsteinin, ose Stalinin, Leninin, e kështu me radhë. Pra pejgamberi alayhis salam nuk krahasohet me këta, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krahasohet me pejgamber dhe me melaçet. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krahasohet me Nuhin alayhis salam, me Ibrahimin alayhis salam, me Musa alayhis salam, me Isa alayhis salam, me Davudin alayhis salam. Mirë po njashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krahasohet me melaçet, qoftë me melaçet të cilat e sillin riskun, ose me melaçet e bjeshkëve, ose me melaçet e detnëve, ose me melaçet të cilat e mbajnë arshin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në pozitë më të lartë se të gjithë pejgamberët dhe është në pozitë më të lartë se të gjitha melaçet që Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i don ata të dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa taala i fut në xhenet dhe është i kënaqur me ata të cilët ecin në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vëllezër të nderuar, nuk ka mundësi e njeriu me kon, edhe besimtari nuk ka mundësi me kon i shkallët nëse nuk e merr si shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahu nuk ka mundësi me kon as baba ideal dhe i shkallët nëse se merr shembull pejgamberin alayhis salam. E as nuk ka mundësi me kon bashkëshort ideal nëse nuk e ki shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E as mbret dhe sundimtar ideal dhe i drejt dhe lider i drejt nëse se ki shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E as edukator ideal dhe i drejt nëse se ki pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shembull. Prandaj ne duhet ta mësojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jetojmë me të, nga se shumica dispozitave ditore të cilat kena të bëjna me to ndërlidhen me ato se se ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe se ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe se ka pëlqy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë vepër dhe atë vepër. Prandaj e lutem Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na ban më të dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në zemrat tona, dhe e lutem Allahun azza wa jall që Allah na jap bereqet në shpjegimin e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe lutem Allahun azza wa jall që Allah të jetë i kënaqur me mua dhe juve. Dhe për fund vëllezër të nderuar, sado që ne përpiqemi dhe angazhohemi me fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne gjithë do jemi të mangët, mirë po kjo çka do flasim do jetë sikurse një pikë ujë në oqean për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se biografia e tij dhe jeta e tij është aq e gjatë, aq kuptimplote, saqë vazhdojnë dietarët me fol për të, vazhdojnë libra më shkru për të, derisa Ibn Qayyim rahimahullah ka shkruar librin Zadul Ma'ad me disa vëllime vetëm gjatë kohës së haxhit dhe buku një pjesë madhe mbi shpinën e devës ka fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe jetën e tina. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që të kuptojnë atë drejt dhe si duhet jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allah na bereqet dhe të na ban Allahu azza wa jall udhërefys për jetën tonë e cila ka mbet, dhe Allahu na mundson të ringjallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit së bashku. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilayh.